Sot kam xhirime thuajse gjithë ditën dhe përveç kësaj do realizoj ca foto super bomb për Instagramin tim, kështu që thash t'ju marr me vete dhe t'ju tregoj se çfarë do vesh. Për te goci kam menduar të vesh këtë xhaketën bashkë me këtë pak a shumë si fund xhaketë, është kostum, stof, ma super ngrohtë dhe kam marrë tek Azurt. Unë i adhuroj kombinimet e ngjyrës gri me bordon dhe mendoj që gria nuk shkon me asnjë ngjyrë tjetër sa shkon me bordon, kështu që sot do vesh këto getat, këtë çantën dhe këto vathet bordo. Tani me qënë se jemi tek familja e Lejlas, u mora edhe këtë fustanin tek Azurt.co, me qënë se kishte ulje deri të dielën për Black Friday, ka edhe këto dorashka të antel. Tani kjo është pak ekstra për ta veshur te goci, kështu që unë po mendoj që pas goci duhet bëj ca foto super bomb për Instagram. Wow! Bëjnë pak sa tjetrin. Vesh tek festa e punës në dhjetor, për Christmas. Kurse këtë ja pash Jori diellit në Instagram dhe tash e dua thonë. Tani shkojmë të bëjmë flokët dhe make-upin. Klaudia, që do bëjmë sot? Si që dim ne, pastër, bukur, pa gabime. Unë vendos, jo blash, po super shumë blash. I love this. Sot Klaudia vendosi që të bënte këtë penerin e sfumuar që wow, nuk kam fjalë sa bukur duket. Baza është perfekte, nuk vendosa xixa sot. Këtë herë që pikët Klaudia mi vendosi një nga një dhe shikoni pak se sa bukur duket. Ja dhe Tina duke më mbushur hapësirat e mia tullace dhe ky bishti është thjesht wow, nuk kam fjalë. Sa bukur. Sot ndihem aq e bukur me veten sa nuk ka shanse të ikim nga salloni pa bërë 100 miliard video dhe foto just in case i kemi. Ja dhe make-upi si duket në diell. Unë sapo erdha tek vila dhe shikoni pak në çfarë gjendje vi unë tek vila kur kam xhirime. Kjo është Ema, gati për xhirime. Kjo është Jesi, wow, Jesi apo çka po thotë? Kanë gjërat që gatuan Beharja për ne. Makarona me mish këtu. Thank you. Tu ka pul me pilav. Matalona me kosh, matalona me kosh. Oh, peronisa e shishme. Tani po bëhemi gati për xhirime. Wow! Ema? Oh, bo, 2 metra shal. Normal. Po këtu? Jemi gati. Ja. Ema, bukur. Gorgeous. Kap edhe një kështu ulur, kapet a kemi. A few moments later. Sa më mbaruam xhirimet, kështu që unë më pres që të shikoni episodin e ri sepse është shumë fani dhe shumë e bukur dhe më pres më thoni se si ju duket veshja. Megli na thua një shprehje motivuese për sot. Punën e sot me legjit më për nesër. Se shive sa trafika këtu. Ka shumë trafik, por asnjëherë mjaftueshëm për të ndaluar gocat që të bëjnë foto. Exactly. Ne po dalim sepse do bëjmë foto. Ja dhe disa momente